për shembull, zotë Rakipi, qofse ti qëllon në një moment që politikanët janë më të zgjuar, më të interesant, edhe ty duket studio më e bukur. Qofse ti qëllon në një moment që i ke budallej, duket si çmendin pasaj studio. Ndryshëm vinë, dhe ty dhe Kështu që në këtë mënyrë njeriu nuk po unë varet. interpret, edhe ti interpret vazhdimisht. Ti kishe edhe shirë këtë kohë. Herët e fundit. I legati i reti aty. Mos tash unë po e shikoja me familjen. Sot më ka ndodhur. Thash vetëm Fevziu mos bie. Shkave ti në fakt. Sot më ka ndodhur një gjë shumë e çuditshme. Asistentja ligjore e klanit më telefonoi me shumë urgjencë të shqetësim dhe më thotë që ama ka çuar një përlajmërim që thotë në raste të ngjashme Fevziu të parandaloj sherrin. Po si të parandalosh? Mund të ma shpjegosh ti, të lutem, se ju keni eksperiencë më shumë se unë. Se të njëjtën gjë më ka kërkuar që në një emision ku një gazetare ka përdorur një fjalë. Jo, unë mendova do vizitoj gjatë ata. Unë mendova gjë tjetër. Thash po marr një fallxore që para emisionit t'ju shti fallë, shohim se kush mund nxefet edhe mund të çohet me mësu. Unë nuk e di kush mund. Me fallxore mirë, mo po. Ti je një njeri shumë i qetë, po mund vish një moment aty edhe nxesë, më ka ndodhur, nuk është era parë dhe besoj edhe ty ka ndodhur. Kush u ngrit aty i pari? Berati. Po pse u ngrit Berati? Qiko, unë Berati është njeri indiferent edhe gati ironik, kështu tallet me tjerët, nuk nervozohet. Më tha që pata një moment që nuk e kontrollova do të vetën. Dhe më dola jashtë vetës, edhe unë më tha atë momentin nga momenti që kapa shishën e ujit në dorë, dhe derisa përfundova të Albatros, Regja i tha, nuk e kam të fiksuar në kokë. Kam vetëm momentin, tha, kur u gjeta mbi të, si të thuash. Por nuk ishe vërtet, nuk pati goditje fizike, do më thënë. Pra po ti që një detyrë ekzekutive kështu ti s'do e kështë pranuar, si që nuk e pranuar tjerat. Po tjetër s'do bërë. Krio, do më thënë, pranoj një detyrë simbolike. Po tjetër. Aty do mblidhesh i tani, ato mblidhet federata, bën mbledhjet gjithë, ky që ke në krah, si e të gjithë këta janë, ja duke e gjithë, me Nuri, ke dhe Nurin aty, gjithë ata do bisedoni, ja këta i ka prezenë, këse dhe ka prezenë ca. Po nëse më demokratike duket kjo, si pavarësisht nga kohë, se ka president që rinë të, si që thamë këtu, po u bëre president, o sekretar partije këtu nuk... Nuk e pasti dhe... Pas deket, bile dhe Fatmir Mediu nuk... I vetëmi njeri që ka ikur nga Ersa Brigodo, apo ja? Po, Ersa Brigodo ikur në sa ishte gjallë dhe la Fatmirin. 98, mos gëtë. Fatmiris besoj që Fatmiri maksimumi mund t'i këtëri në Amerikë. Unë kam përshqypë, kemi kryetar partije nga 91, 92. Pa. Është në qëti. Tani, të gjithë më? Jo, më falë, të lutem, nuk më dhe shpjegim të si mund të parandaloj unë një incident në studio. Si mund të parandalosh? Po. Se më kërkonte edhe në një rast që një gazetar, një eftuar në emision, përmend një fjalë pa përshtatshme për komunitetin me ngjyrë në Shqipëri, thanë që ti nuk duhet ta lejoje që ta thoshte. Nuk e parandalon dot. Po si, po mirë, po tani. Ska si mënyrë. Ama po duhet ta parandalosh. Duhet që një ditë para të lajmërosh psikiatrin e kështu, por nuk ndodh. Se nuk të vjen njeriu, as psikiatri të vjen, nuk të vinë as njerëz që ta zgjidhni të lutem, zotë Rakipi, se ti duhet më japësh zgjidhje. Se unë vendosa një herë për se mos bënin pije, aty se mos pinin. Po. Ajo është thjesht me pije, merr aparatin, të vë atë, mban një si policë. Zotë Rakipi tani mund më shpjegosh se është mbledhur Rama, ka bërë një raport, kanë diskutuar gjatë, më ka çuar në shkrim. Si? Dënim të sollën. Po dënim çu, duhet dënojnë Beratin. Dënim në lekë. Jo, e ha televizioni, Fevzo. Po ç'pun ka televizion? Jo, më kanë futur mua atë që këta tam. Ore si ta parandaloj unë. Edhe për të... Kur edhe Bushati ka thënë një gjë të zakonshme, për shembull nuk i quajnë këto që thotë drama. Bufi këto. Po të thotë emër kafshë, Bushati, për shembull një tjetër, ama të merr të godet. Ka imunitet. Dhe që ty kanë frikë edhe nga Sandri, nga këto. Ka imunitet Rama. Rama nuk e prekin. Ka imunitet, mund të bëj çdo gjë. Po, Rama po. Tani, kështu që ato që s'do ja vën Ramës do i hash ti ose Bushati. Jo më të dërgojnë pagesë, më dërgojnë pagesër. Ja, edhe njeri është një miku im nga Fieri që e vendos emisionin para shumë kohësh, kemë patur kontrat ditë kështu, dhe kjo e vendos në Facebook me njerë, të gjithë. Faleminderit shumë, ha? Është mirë. Do vazhdoj me pyetjet se në... Tani të vazhdoj me e ti, në 30 i larguar nga këtu. Se ke emisionin të në... Qa ke sot? Po kam dy çështje pak shkurt në fillim këto ndryshimet ligjore që Rama po bën për të dhënë imunitet. Dhe shkurt dhe pastaj do merrem pak me aeroportin e Vlorës. Pasi ti kështite unë ato kam. Me aeroportin e Vlorës që është një Allah është edhe. Është një sherr i çuditshëm edhe. Tani zoti Fevziu kryeministri Rama
Dhe me të në ato zgjedhje tani, kjo edhe mund të kishte vënë një njeri tjetër duke aty kot, se ai fiton të ore në çdo rast. Ose të digjej në njeri. Të digjej në njeri të thuaj që njeri nuk votoi, se aty 100% asë Enverolës nuk ka qenë. Ja, s'është ashtu, se më mirë të vësh njeri falso të vëtit, të kryesh teatr kot. Po ko kaos. Një më doktori e vendos. Për shembull ka patur raste që ka raste që nuk janë vetëm, nuk varuan votën ose tjetrin. Varet si e ka, se mund të ketë parti që thonë duhet ketë kandidat alternative dhe. Varet si e statuti. Tani, kryeministri Rama pati disa replika në distancë me ju për punë e ministrave që të ti që në kasetat gatshme. Që ndodhin me thënë drejtë më bitën shumë. Ti kuptove gjithë që kërkon të Rama, jo? Po, unë kam përshtypjen që tenton të çmangë të vëmendjen ato ditë ka pasur goxha çështje mediatike, u kap dhe mbas asaj, vetëm një gjë është e saktë, që mbas asaj ditë të paktën ministrat nuk kanë filluar më ta bëjnë atë paradën e famshme të shpifur që bënin përpara publikut. Do më thënë, një minister bënte 4 orë rrugë me makinë për të shkuar në një cep rrugë që të hecte 5 minuta atje dhe ta hidhte në Facebook atë. Megjithatë, thash, ky është përgjegjësia dhe e mediave shumë që i marrin dhe i publikojnë. Ashtu thua, ha? Po, unë besoj që po. Po mediat e me s'ka me se mediat përgjegjësi që është këtu? Si? Media këtu në vend. Se çfarë të thotë ty, jo ty, se ti e di që s'merresh me këtë punë. Po çfarë do të thotë një ministër që ecën rrugë me 2 drejtorët e vet anash dhe ju flet drejtorëve që ne do bëjmë këtë, ne do bëjmë këtë. Çfarë më thënë? Propaganda. Si? Propaganda. Po ku e ke parë dhe këtë propagandë? Se as Stalini nuk bënte propagandë. Po shokut Enver Beke propagandë. Po shoku Enver nuk e bënte vetë të dilte me 2 drejtorë dhe t'ju fliste. As antarët e byros politike, as ministrat. Propagandën kishte një zinxhir tërë që bënte propagandë, është shtet propagandistik. Më thuaj një rast të vetëm, të lutem, se ti ke jetuar, ke ndenjur jashtë, ke parë, më thuaj një vend të vetëm që një ministër me 2 apo me 3 drejtorë ecën rrugëve dhe mban fjalime. Ministër të cilës kohë thotë? Të kësaj tani. Se aty vetëm ai në kohën e Hoxhës, po e ke për tani? Jo, në një vend botës sotëm. Më gjen dot një rast tillë? Jo, në vend botës haroja se nuk kanë rrjedhur akoma bota. A mirë. Bota është vazhdon të jetë normale. Thelbi asaj që ta përmbledh me 2 fjalë. Rrjedhje masive kemi. Që ta përmbledh me 2 fjalë. Çështja për cilën ishte që atë ditë ndodhi përmbytja në Durrës. Përmbytja nuk ishte shaka, është disa herë që ndodh në Durrës. Dhe ti mund të shifje, unë e parë sepse stafi im kishte përgatitur kronikat, që 4-5 funksionarë të lartë, duke nisur nga drejtorët përgjithshëm të zgjedhur lokale deri ministra, ecnin në rrugët e përmbytjes dhe mbanin fjalim si duhet zgjidhur çështja e përmbytjes. Ndërkohë që se si duhet zgjidhur përmbytja, duhet para se sa të ndodhi përmbytja. Po ndodhi përmbytja, do marrësh masa të shpëtosh njerëzit nga katastrofa. Jo të vish të flasësh, ne kemi bërë bonifikime, ne kemi bërë këtë, ç'ke bërë ti kur ujin e ke deri në gjuhë. Dhe kjo ishte estradë, dhe kjo ishte turp tani që ti si ministër shkon atje dhe merr kamerat me vete për të mbajtur këtë fjalimin dhe e transmeton në Facebook. Thua. Unë them se po. Nëse, shiko, bota e gjithë është shkalafitur pak, ha? Patjetër, pa diskutim. Po, ne tani mos prit që të ketë ndryshime